doktrina e re e Trumpit. Dhe natyrisht për këtë të lindjes së mesme pati dy përgëzime publike nga paraardhësit e tij, të dy demokrat, Bill Clinton dhe Joe Biden, edhe pse me këtë të fundit zoti Trump edhe nuk i deli nati, kam përshtypjen, i zgjedhjeve të 2020-s. Gjithsesi dua edhe një pyetje të fundit për atë kërcënim që i bëri Kinës. Për çfarë e kërcënoi Kinën? Për mbështetjen që po i bën Rusisë, për manovrat rreth Tajvanit, apo çfarë nuk dim ende? Po, shumë e drejtë. Dua të them Esmeralda dhe një gjë. Po ta shikosh, është një tregon madhështinë e presidentit amerikan të dyve, si Clinton ashtu edhe Biden, për arsye të një arritje të jashtëzakonshme, të cilët ata e vlerësojnë, të cilët ata kanë qenë të angazhuar, por nuk kanë arritur do më thënë rezultate, sidomos Bill Clinton i ka qenë shumë afër në Camp David për të realizuar një akord paqe, por nuk e ka arritur, dhe sigurisht është gjeneros të kundërshtarin e tij të i njohë meritat e mëdha. Këtu dua të them Esmeralda, se sa turp është për Shqipërinë, po shikoja dje edhe në sajtet e Ministrisë Jashtme, as të kryeministrit i cili edhe për një lëvizje të një mizen ose të artificave dhe avatarve jep ato trumpetat e tij në gjithë botën, nuk ka një përshëndetje për realizimin e paqes në lindjen e mesme. Domethënë ngjarja më e madhe botërore shikohet për arsye sepse janë politikanë tepër të vegjël. Kjo duket diferenca, domethënë, të politikanëve të racës, të cilët bëjnë politik po për interesat e tyre, dhe shikohet politikanët, autokratët e vegjël lokal që sillen si agallar të pronave të vogla dhe i masin gjërat me popularitetin dhe përfitimet e tyre. Prandaj kjo është një turp për Shqipërinë që nuk ka përshëndesur akoma këtë marrëveshje të paqes, kur të gjithë bota tjetër, domethënë, ka qenë në pararoj, për arsye sepse çështja e lindjes mesme prek direkt interesat e Europës. Dhe pyetja juaj kryesore e dytë në lidhje me Kinën, Kina mbetet kompetitori edhe kundërshtari kryesor i Shtetit Bashkuar të Amerikës. E vetmja mënyrë për të kontrolluar këtë lojë midis kush do të jetë ai vend që do të jetë fitues në shekullin e 21 dhe do të jetë t'i parapri botës, do të jetë Kina apo Shtetet Bashkuar të Amerikës, presidenti Trump e koncepton në një luftë tregtare e cila do t'i heqi Kinës mundësinë e rinovimit të teknologjisë së saj moderne, sidomos me teknologjinë e çipave të përdoren në armatimeve të inteligjencës artificiale, ku Shtetet Bashkuara të Amerikës janë primare. Prandaj, lufta dhe rritja e tarifave 100%, thënia që nuk ka nevojë që të vetë të takoj, se ishte një takim i paramenduar midis Xis edhe presidentit Trump, do të zhvillohet më vonë, po këto janë pjesë të luftës që presidenti Trump mendon në atë çështje kompetitive, domethënë luftën midis dy fuqive më të mëdha të botës për të marrë rolin kryesor në drejtimin e rendit global. Ambasador, faleminderit shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbar. Faleminderit ju.